Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vaudeos referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit. PN, 32 vjeçe, banuese në fshatin Hajmel, pasi ka braktisur fëmijët e saj të mitur. DM, 57 vjeç, banues në fshatin Naraç, pasi ka kryer punime ndërtimi pa leje. Materialet procedurale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme. Gjithashtu referuan materiale në prokurori pasi dje në aksin rrugor Shkodër-Velipoj, automjeti me drejtues shtetasin SP 53 vjeç është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin AG 23 vjeçe. Si pasojë është dëmtuar shtetasi SP, i cili po merr mjekim dhe është jashtë rrezikut për jetën. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin AB 35 vjeç pasi ka kryer punime ndërtimi pa leje. Specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Velipoj referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin GS 40 vjeç, pasi nga kontrollet të kryera në bashkëpunim me shërbimet të OSHE në banesën e tij u konstatua lidhje e paligjshme e energjisë elektrike. Gjithashtu specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Velipoj referuan materiale në prokurori pasi ka kallzuar shtetasi NV 81 vjeç, banues në fshatin Pulaj, se me datë 26 janar 2026, shtetasi BM 43 vjeç, banues në fshatin Pulaj, ka goditur me grusht djalin e tij 45 vjeç, me probleme të shëndetit mendor dhe me aftësi të veçanta. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit GK 66 vjeç, banues në fshatin Plezh, pasi u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi, dhe një 17 vjeçar pasi u kap duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi.